Partia Demokratike dhe Koalicioni Alanca për Shqipërinë Madhështore çelën zyrtarisht në Vlorë fushatën për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, me një pjesëmarrje të gjerë të anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike dhe opozitës në Pallatin e Sportit Flamurtari u mbajt takimi madh elektoral, ku prezantuan kandidatët për deputet, si dhe programi i qeverisës. Pallati i Sportit ishte i mbushur nga anëtarët dhe simpatizantët e Partisë Demokratike, të cilët me zbroritjeve mirëpritën liderin demokrat Sali Berisha. Në fjalën e tij, Berisha shpreu mirënjohjen e pakufishme për mbështetjen e jashtëzakonshme të vlonjatëve, ndërsa tha se projekti i Partisë Demokratike është për një Shqipëri madhështore. Paraqitëm apo vendosëm të paraqesim para jush projektin tonë për një Shqipëri madhështore, pati jo pak nga ata që menduan se këtu ka një egzagerim, se këtu ka një mungesë realizmi. Në të vërtetë, nuk ka asnjë mungesë realizmi, nuk ka asnjë egzagerim, sepse ne jo vetëm kemi të tillë historinë, por Partia Demokratike ka të tillë trashëgimin. Është partia që përmbysi diktaturën, është partia që ndërtoi tregun në Shqipërinë e lirë, është partia që atrasoi Shqipërinë në NATO. Demokrat të Vlorës, është partia që u përpoqen ta shuajnë nga faqja e dheu, sepse qëndroi shqiptare, qëndroi e idealeve të lirisë, e idealeve të dignitetit njerëzor, të dignitetit shqiptar. Berisha theksoi se Partia Demokratike dhe Alanca për Shqipërinë Madhështore dhe paketa e dëmshurisë do të ngrenë kombi në lartësinë e idealeve, ku në fokus do të jenë pensionistët dhe njerëzit e nevojë. Të dashur miq, këta jemi ne. Ne jemi njerëz të cilët vendosim si shtyllë të parë të lirisë digniteti njerëzor, po njeriu të cilit ti nuk jep kafshat, nuk i ke mohuar kafshatën, i ke mohuar dignitetin, i ke mohuar ekzistencën. Dhe kjo merr fund. Miqtë mi, jo vetëm kaq. Jo do vazhdojmë në këtë. Kjo pakete e dhimbshurisë ju garantoj se do ta bëj shoqërinë shqiptare, do ta bëj kombin tonë shumë më të njerëzishëm, shumë më fisnik, do ta ngrenë në lartësinë e idealeve të tij. Çdo pensioniste, çdo pensionist, çdo qytetar me rrogë tult që s'do jetë më kurndën 500 euro, çdo i papunë, çdo njeri në ndihmë ekonomike, do ketë kartën e konsumatorit. Me te, do blej 20% më lirë çdo gjë, ushqimet dhe gjërat bazë, se sa të tjerë. Një pakt me ju sonte dhe me gjithë shqiptarët. Nuk mundet që për 4 vite të arrim mirëqenjen e kombëve të pasura. Por një gjë do të arrim brenda 4 muajve. Listën e ilaçeve që marrin ata të financuar nga shteti do ta marrë çdo shqiptar. Le të kushtojë ç'të dojë. Shteti i shqiptarit do të kushtojë sa shteti i gjermanit, sa shteti i italianit, sa shteti çdo europiani. Nga Vlora, kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha e pati një paralajmërim edhe për grupet kriminale që mund të ndikojnë në procesin zgjedhor të 11 majit. Grupet kriminale me gërshër të ligjit do pritet çdo fije me politikën dhe do vendosen para ligjit. Sot nga Vlora paralajmëroj çdo bandit, kudo që ndodhet, se po u implikohet me vota, do të cilësoj grupe terroriste
shqiptare ndërkombëtare.